Të marrin për të shkruajtur tekste këngësh. Po. Zonja dhe zotëri, welcome to Zero Fucks Given podcast. Kemi ardhur kështu të palyrë se s'kishim nerva, prit se si e fut akoma në plantin kishti lart. Jemi këtu te fytyra ime. Kemi një çun misterioz që është si ajo keni para të TikTokun Lollipop që ngjan ajo si 30 ose 14 vjeç, që ke parasysh për kë e kam? Jo, po do pretendoj se u e kam parasysh. Okej. Që ngjan edhe si shumë i vogël edhe si shumë i madh, edhe nuk është kjo mënyra e dur për të prezantuar një person. Dialog. Edhe çik do knoshte edhe super prezantim. Motion. Kemi këtu Andi Vrapin, miqtë e mi. Apo bëhet kështu këtu. Si të gjithë, Mi që mirë se gjeta njerë, shumë qef se unë kam kohë që i ndjek podcastet e tua dhe më pëlqejnë, me thënë drejtën se e para nuk e fokuson temën tek çështja që e fokuson shumica podcasteve që është Big Brother. Edhe më pëlqen. Ka njerëz që dëgjojnë akoma. Mirë, mendoj që ka podcaste të tjera që unë di ca podcaste të tjera që do i bëj reklam kot se s'ka. Po, ka podcaste. Që s'është se shiko, thonë muhabetin aty. Kjo është diskutim që unë e bëj për shembull me kolegët edhe miq të mi të medias që podcasti është edhe kish kuptuar në Shqipëri. Po. Pra, këtë gjë që bën ti shumë mirë mund ta dëgjoj në Spotify. Po. Mund të vë kufjet edhe mund ta dëgjoj çfarë thuhet. Po. Por shumica e kanë kish kuptuar edhe kanë bërë një mix mes TV show-t, mes intervistave televizive, programit YouTube-it dhe podcastit. Po. Pra, e rëndësishme në podcast është ajo çka thuhet, se si dukesh, mënyra si ke gjetur ti, mënyra si e veshur ti dhe unë si jemi veshur sot. Nuk ka zero rëndësi. E rëndësishme është ajo që thuhet, edhe tema. Nuk është e rëndësishme të flasim patjetër pse doli Eglia apo çfarë do ndodhi me Eglin dhe me Gjestin, po edhe për gjëra tjera që zakonisht në televizion edhe në YouTube kanë zero interes, që njerëzit ndoshta bajatën po do e gjejnë këtë. Po ndërkohë kjo gjëja që bën ti, shumë mirë ti mund ta uploadosh në Spotify nesër, edhe njerëzit mund ta dëgjojnë. Ma kanë sugjeruar dhe këtë. Unë mendoj që Se kjo është podcasti, se shohim lloj gjërash. Absolutisht. Edhe e quajmë podcast, por ndërkohë s'është podcast, është një program tjetër. Tash un podcast e quaj se ideja ime e podcastit është që para nuk është intervistë, domethënë pavarësisht se un po drejtohem ty po të bëj ca pyetje. Po do ketë ka një host podcasti normalisht. Po e para kjo dhe e dyta edhe kjo që the për pjesën që duhet ketë një temë. Mendoj që unë të paktën perceptimi im është që të jetë fun, thjesht të jetë një gjë që ty nuk kur e dëgjon nuk të lodh truri, nuk po thua, nuk po flet që ti të përqendrohesh kur po flet ky person të prit. Ti është ta dëgjosh, ti je fan që edhe po s'kape 3 fjali ti shkove bëre një gjë të vish prap, e kupton kush muhabeti se është muhabet shu kafeje, si më thënë, e kupton një për qefin tën. Po që prandaj kisha me qef kur më the dhe isha kështu direkt po chill fare. Okej. Ta fillojmë, do ma japësh një kështu background check të bëj CV-n time? Çfarë të duash ti thuaj, po jo origjina, mosha. Shëndetje, unë jam Andi Vrapi dhe jam 26 vjeç dhe vi nga Tirana. Jam single. Të duhet dhe kjo. Me profesion jam gazetar, por sigurisht kam anashkaluar mes PR-it, marketingut, televizionit, social media. Unë personalisht gazetar thema. Jo, se kështu kam zgjedhur dhe vazhdoj dhe se ka një gjë, sidomos ditët e sotme në Shqipëri, profesioni i gazetarit është shumë i paragjikuar dhe jo për fajt të publikut shpesh herë, se fajin e kanë pasur dhe kolegët e mi, ndonjëherë dhe unë bashkë me ta. Po unë mendoj që nuk mendoj që do kisha bërë gjë tjetër me jetën time përveç këtij profesionit. Është një profesion që duket shumë i bukur, se njerëzit shohin anën vizuale për shembull. Ka dhe përksat e veta, ka ato problematikat e veta. E keqja ndoshta më e madhe, po edhe e mira më e madhe është që me këtë profesion ti jeton 24 orë në 24 për 7 ditë për 30 ose 31 ditë të muajit, për 12 muaj të vitit. Jeton në aspektin që me këtë zgjohesh, me këtë flë po thua ti, apo okay. Po. Domethënë nuk është që i vë kyçin. Po, nuk pra që mbarova, ti do të jesh gjithkohës i updateuar me çfarë ndodh me botën. Pavarësisht se ti zgjedh të bësh për shembull gazetarin ekonomik, po është e pamundur që ti të mos dish çfarë bëhet me politikën, çfarë bëhet me çështjet gjeopolitike, po se je gazetar, profesioni jot është informacioni. Nuk është as showbizi, nuk është as ekonomia, është informacioni që është pushteti më i madh. Pavarësisht se njerëzit mendojnë që paraja është
më e madhja, por Po, jo. shumë e vërtetë. Është formacioni. Edhe ti duhet të jesh gjithkohë si updateuar, duhet dish çfarë ndodh, pra nëse dikush të ndalon dhe të pyet, ti duhet dish të kthesh përgjigje. Dhe kjo është një nga gjërat që na është mësuar në fakultet, që ti duhet të kesh patjetër një përgjigje, dhe jo patjetër përgjigje për të qenë gjitholog. Po duhet të jesh informuar për atë gjë, të kesh lexuar për atë gjë. Dhe kjo është ndoshta gjëja që mua më habit, jo që më habit, po është gjëja që ndoshta luftoj më së shumti në Shqipëri. Është që njerëzit duan të kornizojnë. Pra, ti merresh me showbiz edhe s'ke pse fleti për çështje tjera. Po ndërkohë mund të flas se informohem për këtë gjë, merrem me këtë gjë. Pra, unë e di shumë mirë çfarë ndodh aktualisht me politikën amerikane. E dija shumë mirë pse merresha me zgjedhjet amerikane, se më shkruanin gjithkohë tjerë, po ti mos fol për këtë se ti se di. Like, how do you know që unë se di, domethënë, pse ndodhin XY gjëra. Edhe po të shohësh shumica e librave që ble për shembull janë një mix mes sociales, politikës, dhe gjëja e fundit që unë mund të lexoj për shembull është showbizi. Pavarësisht se ti do pyesësh shumë mirë që po pse zgjodhe të bëje gazetarin e showbizit. Se unë doja entertainmentin, edhe më pëlqen shumë, domethënë është pasioni im. Po nuk ke dhe mundësi tjera si të çaj. Domethënë që ti një 17 vjeçar të shkoje dhe të bëje gazetari politike e kishat pamundur se nuk linin 1 2 3 4 5 6. As ekonomin nuk të linin ta bëj, ose duhet bëje 10 vite të shkruaje në për portale politike që të kishe mundësinë të ngrije kokë. Ndërkohë që unë kisha shumë thjesht në showbiz, se edhe më jepi për shkak të aftësive komunikative dhe për faktin që unë kisha qenë në kontakt me industrinë e entertainmentit atë amerikane prej tym që kur isha 12 vjeç, edhe kisha më thjesht. Po mirë, për pjesën s'ka që ma lehtësove dhe mua punën, po nisë po të qenë me shumë dëshirë. Për këtë pjesën, mendon që ti ke mbaruar... Po, gazetari. Okej. Do me thënë bachelor, apo... Bachelor. Okej. Mendon që po mos ta bëje bachelorin, do ishe po kaq i aftë sa je? Unë kam nisur punën e gazetari pa e filluar akoma universitetin. Okej. Kam qenë akoma në gjimnaz. Ka qenë një gjë, se më falë se po ndërpres. S'ka që më ndërpret sa herë duash. Ka qenë diçka që thjesht të ka bërë kohë ti ke thënë unë këtë dua të bëj, apo kanë ardhur rrethonat në atë mënyrë? Jo, unë e kam ditur shumë mirë çka kam dashur të bëj në jetë, që është kjo gjëja që po bëj. Jo të të bërit gazetaria, apo të bërit televizion, po unë kam dashur gjithmonë të ndikoj te njerëzit. Domethënë që ajo gjëja që them unë, ato 10 veta këtë informacion ta marrin dhe të përmirësojnë jetën e tyre. Pra ka qenë komunikimi. Nuk ka qenë detyrimisht showbizi, nuk ka qenë detyrimisht muzika, nuk ka qenë detyrimisht politika whatever. Ka qenë komunikimi, edhe ka qenë nëse do të quash shkollën, ka qenë një moment po shihja American Music Awards, kam qenë 12 vjeç. Kam thënë, unë dua të jem aty. Për të kënduar s'këndoj dot. Edhe kjo është e dukshme. Për të kërcyer s'kërcej dot, edhe kjo është e dukshme, isha shumë vonë. Cila është kjo gjëja? Është prezantimi / gazetaria. Dhe që aty kam thënë, okay, unë dua të bëj këtë gjën. Edhe kam vazhduar jetën bazuar në që unë do jem kjo gjëja. Nuk do kem, unë isha në zënës eksterene, kam qenë matematikën 10, fizikën 10, biologjin 10, historinë 10, letërsinë 10. Kur vinte mami im në mbledhje me prindër, i thonin zyshat e profesorët, është pamundur që një nxënës t'i ketë të gjitha 10, zakonisht janë ose shkencore ose sociale, dhe detyrimisht ata të ndihmonin për shembull që nëse ti ishe me shkencore 10, nuk të ulin drastikisht, po ky nuk ishte rasti im. A ke qenë pak asocial apo se mua më dukesh ekstrovert goxha, po në atë periudhë? Siç kam qenë në atë periudhë, jam në këtë periudhë, unë nuk di të them të jem ekstrovert apo introvert, jam një ekstrovert introvert. Pra, më pëlqen. Ka një term? Okej, mësova gjë të re sot. Pra, domethënë mund të jem me njerëzit që dua ose që komunikoj shumë mirë, jam shumë ekstrovert, por e dua kohën time vetëm. Dua që të shkoj ta pija të kafen vetëm, pa njerëz, do të shkoj ta haj atë drekën vetëm, që ndodh shumë shpesh. Të jem vetëm, pra nuk kam frikë nga të qenurit vetëm, se jam dhe djali vetëm, kështu që I'm used to it. Po, jam mësuar, kështu që. Jo djalë, po. High five. Gotë vetëm. Po, jo, më shumë e kam në aspektin që dhe po thoja që mos shkëputesha. Okej. Dhe duke e ditur gjithkohë çfarë doja të bëja, edhe profesionin apo degën e universitetit e zgjodha duke e ditur këtë gjën. Dhe unë e nisa punën kur isha 17 vjeç, isha akoma në vitin e fundit të gjimnazit.
Edhe kisha dilemën të vazhdoja gazetari apo mos vazhdoja gazetari, se unë xhapa e bëja gazetari. Shumica e njerëzve më thonin vazhdo një deg tjetër, vazhdo si juridik ose ekonomik, se ndoshta s'pëlqen më gazetaria, bëj këtë gjë. Po thash, do bëj një shkollë tjetër. Edhe janë 3 vite që mua do më shkojnë dëm. Pra, isha me zgjedhjes të bëj një 3 vjeçar për një gjë që probabiliteti është 50-50 a do më duhet apo jo, apo të shkoj dhe të konsolidoj këtë gjë që dua të bëj. Që për dikon mund të ishte kohë e humbur, por unë nuk e konsideroja kohë të humbur, po e konsideroja, thoja, unë do konsolidoj atë gjë që po bëj. Shiko, mendoj se eksperiencë që ti po bën diçka nuk është kohë e humbur, po. Jo, po nëse unë për shembull do kisha bërë juridikun, aktualisht mos më dashur kur juridiku për shembull, apo ekonomiku. Pra deri tashmë, pra deri 30 vjeç. Nuk do më kishte hyrë në punë. Po, nuk beson se mund ndodhi edhe se mund të ndodhi, gjithçka mund të ndodhi, kupton? Por deri tani historia ka treguar që s'më është dashur, dhe unë zgjodha të bëja këtë gjë, edhe më ka ndihmuar se më ka hapur ca për shembull kuptova që më pëlqen shumë politika, pavarësisht se zgjedh që mos dal flas me njerëzit se e mbaj për vete, kam një mendim timin politik. Po, kur fillove, në çfarë moshe të kishe interes në këtë fushë? Unë shija gjithkohës të programet e politikës, opinionin i shija, por kur nisa të bëj mësim me profesoreshën time Jonila Godolen, fillova ta pëlqeja, se shija edhe një qasje tjetër, shija që të bërit politik nëpërmjet gazetarisë nuk është ajo që shija të opinioni apo që shija tek cilat kanë qenë programet e tjera, ka qenë Sokol Balla, më duket, kanë qenë programe të tjera apo Eni Vasili, dhe nuk ishin detyrimisht ato, po kishte edhe qasje të tjera, se si politika ndikonte edhe të menduarin tënd për gjëra të tjera, të aspekte të tjera të jetës, se si ti mund zhvilloje mendimin tënd kritik, dhe mësova shumë gjëra që sot më vlejnë. Edhe isha kështu, po, kam bërë zgjedhjen e mirë. Një thënie e profesoreshës time që sot për shembull gjen aplikim kudo, po unë eci edhe mbaj fort, është që sot njerëzit nuk luftojnë për të vërtetën, por për qasjet, në fjalë të tjera. Sot nuk është lufta e të vërtetës, po e perceptimit. Pra nuk ka rëndësi cila është e vërteta. E rëndësishme është perceptimi jot për njerëzit. Wrong, right? Kjo është çështje tjetër. Po dhe ti e sheh për shembull, ti mund të thuash që kjo është ngjyrë Leila, por ai që po na filmon thotë jo është e kuqe. Dhe nuk bindet. Do të thënë e ka faktin, kjo është e vërteta. Unë mendoj që ndoshta edhe e vërteta e gjithë secilit është ndryshe, nuk është se është e faktuar që vetëm një e vërtetë është. Kjo është Leila. E kuptoj, pse ti e sheh ashtu. Prandaj. Po është Leila. Po sepse ti e shikon ashtu. Ti si e sheh? Nëse ti nuk do ta shikoje Leila, do thoshë është blu. Një person që cila është e vërteta? 2 sekonda, një njerëz që është color blind vjen edhe i duket jeshile. Po nuk është jeshile. Po prit 2 sekonda më lidh, të lutem. Dhe thot ai thot është jeshile. Ti thua është Leila. Ti thua ai është gabim se ai ka një smundje në sy. Ai konsiderohet me smundje sepse është një popullat një përqindje shumë e vogël e popullsisë. Se ka diçka që ka një deficit. Ka një mangësi. Po, sipas ka një mangësi dhe ka mungesë informacioni. Pra ai nuk nuk mendoj se është mungesë informacioni. Jo, në trurin e tij ai nuk e pra qelizat e neuronet e tij nuk kalojnë dot mesazhin që kjo është Leila, kjo është mungesë informacioni. Te po them mungesë informacioni. Po pra, po truri ti nuk ka, domethënë qelizat e tij nuk perceptojnë mesazhin, informacionin që të kësaj gjës. Po unë nuk mendoj se ai është gabim, se di si është kjo, është si thua për shembull dikush ka vrar ku diun kraun edhe ai thot më dhëm. Kupton? Ti e ka, ty s'to dhëm. Edhe ti thua ka gabim ky. E kupton, është perceptimi aty, nuk do të thënë që është gabim. Fakt më shumë shoh. Po, e vërteta është ajo që pranohet gjërësisht nga një grup i caktuar shoqëror. Po. Kështu kanë vendosur këta zotrinj, filozofët dhe sociologët që nuk e them unë. Domethënë kanë thënë filozofët e vërteta, në fjalë të thjeshta, nuk po citoj. Me fjalë të thjeshta e vërteta është ajo që shoqëria ka pranuar në masë si të vërtetën e saj. Është dakord, Macia, që po çan atë poshtë. Është dakord. Që do thotë shoqëria këtë ka vendosur ta quajë Leila, nuk na ka thënë njeri që kjo gjëja quhet Leila, nuk na ka thënë, nuk ka ardhur një shpallje nga lart, ka thënë kjo ngjyra kështu me këto tiparat është Leila. Shoqëria ka vendosur që këtë gjë ta quajë Leila, right? Po. Se këtë gjë mund ta quajë jeshile. E kuptoj. Ama por për sa kohë shoqëria ka vendosur që këtë gjë edhe është pranuar që kjo gjë quhet Leila, është pranuar si e vërteta. Dhe çdo gjë jashtë kësaj është jo e vërteta.
Po. Më kupton? Okej, të dy një. Këtë gjë mund ta quanim në jeshile. Po. Qofse shoqëria do kishte vendosur ta quante jeshile, por ka vendosur ta quajë Leila. Okej. Le të supozojmë për shembull se është një çift, janë në lidhje. Po. Dhe është edhe një tret që është në shok-shoqe me këta. Këta të dy zihen. Çifti. Po. Njëri thotë ka fajin ai, tjetri thotë ka fajin ky. Po. Del ky i treti, e shef ky si duket ky, kush e ka fajin. Ndoshta të dy, ndoshta njëri. Kush ka të drejtë këtu nga të tre këta? Se këta mund të kenë të gjithë perspektivën e tyre dhe është shumë e saktë të treve, se ky thotë e kuptoj anën tënde, po e kuptoj dhe anën tënde, por në marrëdhënie sociale vërtet është shumë herë më e komplikuar se në gjëra shkencore. Unë domethënë ideja ishte që e gjithë që na falni për kollën, po. Gripi ka bërë. Unë kam qenë një herë kështu vetëm me qyrre, domethënë janë familiarizuar ku po vjen, po. Ideja ime ishte që thjesht se më duk më shumë si sulmi perspektivës individuale, kupton edhe thjesht mendoj që për shembull, thënia që po thoja unë kishte më shumë aspekt edhe më shumë politik se sa social. E kuptoj. Por për shembull, të marr një rast po them unë për shembull dalin thonë që Reneja është e lidhur me X-in. Dalin 100 video në TikTok. Nuk qenë se është edhe rrjeti që misinformation është shumë herë më i madh se në rrjetet e tjera sociale. Ti thua jo. Po. Nuk ka asnjë fakt që ti je lidhur me X-in. Po. Por njerëzit vazhdojnë besojnë që ti je lidhur. Sepse thon janë këto video dhe kështu mendoj unë. Po, nëse ka video ka fakt. Video them që Delandi dhe thotë Reneja është e lidhur me X-in. Reneja është e lidhur me X-in. Po. Ti e përsërit një gjë over and over again dhe njerëzit e besojnë. Dhe ai thotë jo, thotë perceptimi im, thotë që ti je lidhur. S'ka rëndësi e vërteta për ta. Pra ti thua që unë nuk jam e lidhur se jam me këtë filanin për shembull. Nuk do t'ja di, ai mendon që ti je lidhur se është perceptimi i tij. Ndërkohë 30 vite më përpara, ti mjaftoi t'ja faktoj, thoya un kam 1 2 3 4 5 prova, 1 2 3 4 gjëra që unë nuk jam e lidhur dhe thotë okay, I sit back. Edhe pranoj gabimin tim, dhe them që ti nuk je e lidhur. Ndërkohë sot nuk është kjo. Sot thotë e ka thënë TikToku, që TikToku është rrjeti me që u futet TikToku, është rrjeti që ka misinformationin më të madh. Po. E vërtetë është. Domethënë ndryshe për shembull nga Facebooku dhe nga Instagrami, sepse e para informacioni që vjen në TikTok ti nuk e kontrollon. Pra ti nuk e kontrollon for you page-in, nuk e kontrollon. Që thosh zgjedh mua shumë rrallë për shembull më kanë dalë videot e tua, pavarësisht unë të kam follow dhe të ndiqja. Shumë rrallë më dilnin videot e tua. Ndërkohë unë kisha zgjedhur të bëja follow që do të thotë unë zgjedh të shoh contentin tënd dhe mua TikToku nuk më nxirrte. Po. Më nxirrte content tjetër. Ndërkohë që në Instagram nuk ndodh kjo. Vetëm te explore mund të dali që mund dali content që ti nuk e zgjedh. Por zakonisht në feedin tënd ose tek lista e story dalin ato që ti ke zgjedhur. Po si e lidh ti këtë me misinformation? Do të them faktin që sepse e ke shumë vështirë për ta kontrolluar ti. E kuptoj. Informacionin në TikTok. Çfarë do lloj gjëje po? Nëse dikush, un jam për shembull, jam Bill Gates apo jam Elon Musk dhe dua të shtyj narrativën që Andi është me ngjyrë. E kuptoj çfarë thua. Ngjyrë, 100 boca. Po. Dhe ty të dalin 100 video që Andi është me ngjyrë. Dhe ti normalisht thua, okay, u qen ka me ngjyrë ky. Ndërkohë fytyra e bardh, anemik. Domethënë, edhe këtë po thoja për misinformation, se ti nuk e kontrollon. Ndërkohë në Instagram ty nuk të del dot se algoritmi është i ndërtuar i tillë, apo dhe në Facebook, apo dhe në Twitter në X, edhe pse Twitteri është bërë pak a shumë si TikToku që atë Twitteri nuk e honeps dot, domethënë është prishur që në momentin që e ka shitur Jack edhe e ka bler Elon Musk. Nuk e di, e hapa një herë, nuk thjesht nuk jap dot dum se si funksionon. Twitter, pavarësisht ai quhet X tashmë, po ne do vazhdojmë ta quajmë Twitter sa ashtu. Ka qenë shumë i bukur. Domethënë para nuk se mbaj mend fix kur e ka bler Elon Musku, po para Elon Musku ka qenë shumë i bukur, ka qenë shumë cool. Domethënë kontenti që ishte aty ishte shumë cool. Domethënë se ti edhe e zgjidhje kontentin. Në momentin që e ka bler Elon Musku. Domethënë mua tani më dalin vetëm postimet e Donald Trumpit, më dalin vetëm postimet e katër faqeve. E programojnë vetë si duan. Sigurisht. Po ashtu u arritën të fitojnë zgjedhjet. Po ashtu kontrollojnë tër mendjen e tër botës normale. Prandaj edhe është kjo lufta e TikTokut, edhe un kam një qasje çik kështu agresive ndaj TikTokut. Çfarë mendon ti se duhet të ndodhi? Duhet të ndodhi. Kështu say the right thing or I'll kill you now. Jo, çfarë mendon? Shiko, sigurisht që krijohet me rastin që ndodh në Shqipëri krijohet një precedent që qeveria mund ndërhyjë në mjetet e komunikimit dhe
kjo në parim është e gabuar, por unë për shembull personalisht nuk e shoh aq të keqe, sepse mendoj që TikToku në shoqërinë shqiptare sa ka bërë mirë, më shumë ka bërë dëm. Mendon? Po. Pra, nëse unë personalisht ky është mendimi im personal dhe nuk marr përsipër të absolutizoj asgjë, se asgjë nuk është absolute. Pra, e vetja teoria absolute është që çdo gjë është relative. Po. Nëse unë do t'i vija në peshore, unë më shumë kam pasur kështu ndjesi cringerimi në TikTok se sa kam hyrë të mësoj. Pra, ke qef për shembull varet edhe ça kam kërkuar unë, jam munduar të kërkoj pafund video që të rregulloja For You page-in, po pra më ka dalë Suada Muça, pra më ka dalë se mua Suada më del një herë në muaj për shembull, e kupton? Po se ti e ke pasur për një kohë caktuar TikTokun të lidhur me amerikan. Jo, vazhdoj ta kem, domethënë se atje është. Po, e kam në Tiranë, s'ka dalë akoma viza amerikane për të shkuar dhe të. Prandaj them, po ky është një babet shumë i koklavitur se është më vetë zgjedhjesh e gjërash. Mendoj që ka shumë të bëjë me këtë gjë. Domethënë mendoj që gjithë kjo ideja që po ndodh tani është e gjitha e lidhur me zgjedhjet. Po pasi të bëhet një vendim, do thon pastaj le të bëjnë çfarë duan me TikTokun. Po shiko, ka një gjë. Unë në perceptimin tim mendoj që Partia Socialiste dhe këto zgjedhje i ka të fituar se nuk ka përballë një forcë partijake që të arrit tan poshtë, pra nuk ka një alternativë, është alternativë vjetër. Po. Edhe mendoj që dalja e partive të reja nuk dobëson opozitën, sepse ata që nuk pëlqejnë Ramën do shkojnë do të Endre Shabanin, agron shenjë. Pra, alternativa që nuk janë koalicion me njëri tjetrin dhe ndahet vota e opozitës, edhe mendoj që si me TikTok, si pa TikTok, rezultati është i njëjti. Po pra po, këtë po them, po ndoshta thjesht bëjnë çik kështu, ndoshta edhe bëjnë për të shpërqendruar vëmendjen nga gjëra të tjera. Sigurisht. Po që sigurisht. Back to se nuk më përgjigje, domethënë, fillove ta shpjegoje po nga tema në temë. Dole si Alketa thashë. Për këtë kam bullizuar Alketën, por do të filloj të u bë si Alketa. Për pjesën e shkollës, mendoj që ka bërë punë kundrejt punës që bën aktualisht? Apo mendon që me eksperiencë? Mua më shumë se për punën më ka ndihmuar për mënyrën të menduarit, më shumë sa për punën, sepse unë kisha përplasje. Pra, unë shkoja bëja një punë dhe shkoja në shkollë dhe mësoja gjëra që unë në punë i kisha superuar me kohë, si të bëja lajm. Unë kisha 6 muaj që bëja lajme, bëja analiza, i shkruaja në media dhe ishin goxha të klikuara të suksesshme dhe shpërndaheshin, ndërkohë unë akoma mësoja si bëhet lajmi, piramida përmbysur. Ishte shumë mbrapa. Por më ka ndihmuar ta thash me këtë gjë tjetër, më ka hapur forma të reja të menduarit që deri në atë kohë nuk i kisha. Ti tani aktualisht konkretisht me çfarë merresh edhe si e kalon ditën tënde? Unë aktualisht jam kryeredaktor të emisionit Aulonës, në të cilin ti nuk na erdhe kurrë. Okej, sa më shkruaj ti sot më shkruaj ti. Shkruaj Aulona? Po. Për në emision, do na vish besoj. Do vi. Kur transmetohet kjo? Kjo jo këtë të hënë tjetrën. Ne kemi xhiruar. Po. Jo, unë i javën tjetër i në. I ke the jo. I the jo. Si kam kthyer akoma duhet lëm një datë. Po pra i bie pas, okay, good. Që disë na erdhe kur do na vish. Po. Nga ana tjetër po bëj një panajir. Jam pjesë e Muzex, që është panajiri i parë i muzikës dhe arteve të bukura në Tiranë, që bëhet në datën 11 në 13 prill. Kjo nuk është një reklam, po. Po jo, s'ka gjë, bëj vazhdo. Kjo gjë ime. Po ç'a bën konkretisht në këtë gjë? Për herë të parë në Shqipëri po organizohet një panajir për këtë lloj industrie. Ku ne do të kemi prezent në panajir 10 biznese të entertainment, klabe të njohura të Londrës, të Evropës dhe Ballkanit do vinë me stenda në Tiranë, me përfaqësues të tyre. Klabe zin clubbing. Okej. Do të vinë përfaqësues të labelave apo të agjensive të rekrutimit të talenteve të reja do vinë në Tiranë, do vinë përfaqësues të disa prej festivaleve të njohura në Tiranë. Unë nuk e kam akoma aksesin për të thënë emrat të festivaleve të huaja, por di që për shembull Sunny Hilli do ketë përfaqësues të tyre në Tiranë. Po tani për çfarë po vinë këta? Ata janë të interesuar për bashkëpunime në Tiranë, në Shqipëri, për content creators. Po. Janë interesuar për të ardhur në Tiranë, për të ardhur për të parë jo për të parë si funksionon, por më shumë për të krijuar marrëdhënie me media, me personalitetet të medias, për të ardhur për të punuar në Tiranë.
Ti ç'a bën këtu, organizon? Unë jam pjesë e stafit organizues. Jam pjesë do të menaxhoj stand-in e influencerave. Kështu që ne do jemi sërish në kontakt së bashku. Dhe sigurisht që pak a shumë bëj PR-in. Do të thënë jam pjesë integrale. Nuk kam një punë që bëj vetëm këtë gjën, po me shumë gjëra. Tash ky është një projekt që po ndodh. Ky është një projekt që po ndodh. Pjesërisht, domethënë nuk është diçka konstante që ti bën. Po pak a shumë kështu është puna ime tashmë e ndërtuar. Pra më shumë është freelancing, sesa një zyrë dhe rrin tetor aty, është gjëja që e kuptoj. Ose për shembull ti mund ta quash të pjesën komentuese nëse mund ta quaj kështu se jo komentues, më shumë bëj content në rrjetet sociale, po është part-time job, nuk është full time. Do thosha, unë mendoja që kjo ndoshta është ajo your full time. Nuk është full time. Unë jam brand ambassador i Cineplexit. Kinemas. Sigurisht kam bashkëpunime me biznese të ndryshme, po ka muaj që ka muaj që s'ka, ka muaj që s'kam fare, domethënë ka muaj që kam shumë. Domethënë nuk është është çat vi, nuk është se është kjo synimi im kryesor që unë të bëj këtë gjë. Synimi im kryesor është ky profili im, unë kam emrin tim, është brandi im, dhe unë bëj 1 2 3 4 gjëra, flas për entertainment, flas për këtë gjëra, jap mendimet e mia, ka njerëz që i pëlqejnë, ka njerëz që i pëlqejnë, po sigurisht bëj edhe meme, bëj njerëz për qeshur, po kjo është thjesht një pjesë, është domethënë është shpretka e këtij organizmit. Edhe kaq. Ka biznese që janë të interesuar, si pëlqen mënyra ime komunikimit, edhe feedbacku. Sigurisht unë nuk e mas feedbackun vetëm me numrat që kanë, sigurisht që numrat e dashboardit janë shumë të mira, sidomos për dikoj që shiko, është më thjesht ndonjëherë ti bish shkurt, si ti bin shumica e content creatorëve që bëjnë foto në plazh, bëjnë kështu. Unë nuk zgjedh se nuk është se e para nuk është se jam njeriu më seksi në botë, apo po nuk është kjo qasja ime. Edhe nuk e dua këtë qasje, jam shumë koshient për këtë gjën. Por kam parë që kam impakt të njerëzit, për sa kohë më dalin njerëzit në rrugë apo për produkte që unë i marketoj, shkon dhe po e kam parë këtu, e ka thënë Andi, e ka bërë Andi. Edhe kaq, po synimi im vazhdoi të jetë gazetaria, kupton? Do thënë Grammy që bëm, VMA që do të bëjmë pastaj dhe i kthejmë përvitshme projektet. Ti pas 5 vitesh. Ku e shoh veten, nuk e di vetëm drejtën. Jeta më ka mësuar se dukem kështu si gjysh tash. Jeta më mësuar të mos bëj plane. Ashtu ë. Po nuk mendon se ndoshta të ndihmon të orientohesh pak një plan? Jo. Si skalet, e kupton? Unë për shembull më pyesë ti në 2020-ën a mendoj ndonjëherë që do isha në këtë stad duke bërë këto gjëra tani? Po, asun. Nuk e di ja. Unë kem bërë plane tjera që ndoshta ato plane tjera mund kem penguar se këtë gjë mund ta kisha arrit më herët. E kuptoj. Unë për shembull deri në 2020 mendoja të kisha një program televiziv timin, ta moderoja, tani është dëshirimi e fundit. Fare. Prandaj them, nuk është se bëj plane, thjesht mendoj parimisht që të besoj fort në gjën në gjërat që unë dua të bëj, dhe besoj fort te vetja ime. Të filloj të arris veten duke mos paragjikuar asgjë, askënd, asnjë lloj gjë, pra duke mos paragjikuar edhe ty që bën podcastin, edhe personin tjetër që bën atë gjën që unë nuk do doja ta bëja, se you'll never know, edhe duke rritur veten. Si e rrit veten? Duke lexuar shumë. Mendon që është vetëm një gjë që të rrit? Nuk është vetëm një gjë që të rrit. Mendoj që gjëja që të rrit në mënyrë konstante është krijimi një rutine, po unë si dem që jam te rutinën time, kam shumë lëmsh, domethënë. Po sepse duke qenë njëri pop kulturës, të më ka thënë Armendër Pragishi, unë do të bëj tatuazh këtë. Këta emra që jam out fare, Qa ke si kishte emrin? Armendër Pragishi nuk e njeh? Jo, se kam qenë ndonjëherë. Këtë bëjnë katse. Kush është ky Modaku? Sigurisht nuk e njeh plak. Ti jo, plak, nuk e njeh, sigurisht. Është i ri ky apo i vjetër? Të dhe presësh, a zemra mos lërnam të shi. Kush është Modaku? Kush është ky? Se di asun. Armendër Pragishi më. Armend. Ta dija me këtë emër që ka ai. Vallai, si shekullor. Si pamje të jep gjë? Jo, si s'te jep. Fuck this guy. Shikon që e njeh plak. E di të këngën. Po s'ka i këngë shkel. Se fa. Is the goat. Edhe shpreja? Si njeri, humba tash fillin. Jo, do the do bëj tatuazh shprehjen që të ka thënë. Po si njeri, do të thënë këtë, një njeri pop kulturës, gazetari pop kulturës. Harrova çfarë do thoya, po gjithsesi do dal aty. Dhe po thoya, duke qenë gazetar i pop kulturës, unë do të jem
kudo, edhe kjo ma prish rutinën. Pra, mund të do që të shkojnë. Po kjo është rutina, kupton një farë Po, mënyrë. është nuk pavarësisht se nuk është ajo rutina standarde Po. që duhet të ketë një person. Po që të kem një orar gjumi të kem, unë ka Por- ditë që flen 4 të mëngjesit, ka ditë që flen në 11 Po. të darkës. Po. Domethënë, edhe kjo është i çik të prish pak punë. Po mendon për shembull se the këtë që të mpyesje mua në 2020 ku do isha, nuk e kisha iden. Për shembull edhe unë same, nuk e dija fare, unë isha në Amerikë. Po. Asë merrte se plani i fundit ishte të kthehesha në Tiranë. Po. E kisha me qef, domethënë, po s'ishte fare në Po. s'isha bërë akoma letrat. Po provoja real estate, bartender, më nuk ishte Çdo fare. gjë përveç kjo. kësaj gjë. Me Instagramin kisha një lidhje kështu, nuk kisha fare Instagram. Ishte TikTok. Jo, TikTok fare. TikTokun unë e kam hapur kur kam filluar të postoj. Me thënë nuk i doja rrjetet sociale fare, nuk doja vizibilitet, e kupton, doja të rria kështu Po në. ç'ndryshoi? ndryshoi? Ose what's your breaking Isha point? në një kështu fazë shumë të keqe, edhe unë përgjithsisht kur jam në faza që ndihem kështu e humbur, bëj gjëra të reja. E kupton që mos Po. të rrisën, s'kam çfarë S'ke do qa bësh bën. tjetër, e kupton, ose do dalësh ka ajo, ose do rrish përjetësisht aty. Provova TikTok-un kod pa lidhje, Edhe? bam. Pas kemi të përbashkët këtë. Por që po si njerëz produktiv o zemra. Jo, e kemi të përbashkët që në momentet tona më low Po. të Po çfarë do kemi bësh? nisur. Unë për shembull nuk lexoj. Kur jam Po. keq, brenda ditës unë ti lexoj, nuk e di, domethënë futem aty dhe thjesht lexoj sepse dua të gjej zgjidhje për këtë Po. gjë që po më ndodhe, kupton? Kështu e kam nisur tonë në Instagramin. Se unë kam qenë edhe kur diskutojmë më përpara, unë kisha 5 vite, 6 vite që punoja në media dhe pjesë intensive. Pra kur e kam nisur unë, se ti s'ke qenë në Shqipëri, kur e kam nisur unë, ka qenë periudha më e artë e emisioneve të showbizit. Pra, it was the main shit, domethënë. Si me qenë opera në vitet 90. E kupton? Ashtu ishin shumica e programeve televizive që ishin programe showbizit, gjithë i shifnin ato, i klikonin. Unë punoja edhe në portal, punoja edhe në Thumb, që ishte emisioni më i showbizit i momentit i atyre viteve. Edhe isha, si më thënë, kisha një nga rubrikat kryesore. Kisha rubrikën e eventeve që dilja me mikrofon, edhe i bëja kështu pyetje ngacmuese, por mua më favorizonte mosha e vogël, mënyra se si ja bëja pyetjet ata më shumë se sa më urrenin, më donin. Edhe pse i ngacmoja dhe njëherë kaloja limitin. Shumë se do je edhe pozitiv si person edhe ta përcjell Po, atë thank gjë, se është edhe ajo që Po, ti e ndjen. qasja se si ti e bën pyetjen. Edhe prap njerëzit nuk është se më njinin. Instagrami im kishte 3000 veta, 4000 veta, pavarësisht se njerëzit e showbizit, këngëtarët, unë i kisha intervistuar 99%. Të gjithë këtë ti mund të njohër, sot i kam intervistuar, pra i kam takuar, nuk është më e kënaqësia ta të bëj këtë, të intervistoj këtë. Edhe nuk njihesha, domethënë 3000 veta, njerëzit as më njihnin në rrugë asnjë gjë. Në 2020-ën, unë punoja në programin e pasdites në RTS me Aldo Regjon. Ra pandemia, ne na u mbyll programi. Na tha nuk kemi fonde, na lam pa punë, isha literalisht pa punë. Domethënë, kam ndetur për 7 muaj pa punë. Unë ndërkohë kisha punuar që 17 vjeç, isha mësuar që kisha lek në përduar. Po. Pa punë edhe ishte një lloj kështu kind of depression. Që rria vetëm në shtëpi, çfarë bëja? Fillova komentova përputhen. Ka qenë përputhen që doli veçmas në program në orën 5 në Top Channel. Okej. Çfarë bëja? Unë shkarkoja gjithë përputhen. 1 orë program, edhe vendosa titrimet e mia, fjalët e mia, domethënë flisen e gjë dhe vija shkrimet e mia aty. Të shi Instagramin, i shkoj 10.000 veta, 12.000 veta, shpërndarje viral, domethënë bëshim, fillova të bëja këto llojet e memeve, dhe pastaj pak muaj më vonë filli Big Brotheri aty. Domethënë njerëzit më ndalonin në rrugë, domethënë thoja me vete më rroft muaj që punova, domethënë bëra 5 vite në televizion që bëja punë të mirëfill gazetareska, bëja analiza, shkrime, domethënë shumë të mira, jo vetëm showbizi, po edhe sociale gjëra. Sorrua të njëri. Bëja këtë gjë unë. Domethënë kur ka ndodhur kjo gjë e Tea Zandit që ka qenë një episod i përputhen, unë atëherë kisha, domethënë ai kisha bërë 10.000 followers në Instagram apo jo. Po ndërkohë kisha 50.000 views në story. Edhe kisha gjithë njerëzit me tishe blu që ishin njerëz E kuptoj. Edhe që aty pastaj filloi Big Brotheri, edhe pastaj fillova e përdora këtë gjë pastaj unë për të mirën time. Po, e kuptoj. Po, mendoj që gjëja më e zgjuar që kam bërë është që nuk hoqja dorë nga gazetaria. Në çfarë aspekte? Se dikush tjetër mund të kishte vazhduar të merret vetëm me këtë gjë, ishte bërë influencer edhe kishte qëndruar me këtë gjë. Jo, po zgjodha ta mbaja këtë gjë tjetër. Po, shikoj, edhe kjo nuk është. Se është shumë e thjeshtë të bësh influencer. Njerëzit mendojnë që është gjëja më e thjeshtë në botë, prandaj edhe në Shqipëri ka 3 milion influencer nga 2 milion shqiptar. Po. Por
unë mund të numëroj 10 veta që janë tamam influencers në Shqipëri. Se nuk është nevoja të bësh patjetër që ti je bukur, ti je seksi, është ajo gjëja që bën ti, ajo gjëja që ti je kontroversale. Domethënë ajo gjëja që bën njerëzit mendojnë. Kjo është influenca, që ti bën njerëzit të mendojnë, mund të mendojnë keq, punë për ta, por fakti që ata hyjnë dhe mendojnë për ty. Unë akoma nuk e di se çata ku ta, domethënë fus veten si kategori, domethënë fus si content creator aktualisht, se kjo ideja e influencers më duket sikur është bër është edhe fjalë pejorative tashmë, domethënë është kështu si, okay, un jam super yll edhe po bëj foto me bikini edhe po that's not it. E kupton, domethënë është krijuar kjo ide, këtu se fus veten, e kupton? I can do it. Po nuk është kjo nishi im, e kupton? Kontroversiale, yes. A quhet kjo influencer? Mendoj që mund të quhet pas 10, domethënë unë mendoj që Shqipëria do arrit të më pranoj mua pas 10 viteve, do shkojnë mbrapsht te ato që kam thënë, e kupton, edhe do thonë, okay. Po mendoj që do shkojnë ndonjëherë shoqëria shqiptare çfarë? Po mendoj që po, për një 10 vite, po. Kaq më thënë, zemra para, domethënë mami im kur ishte, le të themi, okay, në 2000-shin, okay, femrat nuk shanin fare, nuk thonin dot as rrugaçe. Tani janë lëshu fare, më kupton në këtë aspekt. Pas 10 vitesh do bëhet shumë normale, ku di unë, që femrat ketë zë më shumë se 2 partnerë, më kupton, se thon të gjitha bëjnë çfarë bëjnë dhe të gjitha thon kanë vetëm 2 ose 3, e kupton? Kjo, ose tjetra mënyra të shprehurit, që ti takon, se unë të këto specifikohem, domethënë te kjo, mund ta quajmë lirinë e femrës. Po se është target grupi jot që të përshtatet ty shumë mirë, se ti s'mund të flasësh për lirinë e meshkujve, se. Po edhe kapem dhe me meshkuj që jo për gjërat e tyre, por sjelljen e tyre ka shijuve. Po. Domethënë që një kohë të dalin në një date dhe nuk ka nevojë të jetë kështu. Ama këto stereotipe po janë të gjitha në siklet, se ti më thua një gjë më shumë se ai mashkulli që fshu, po ti hape gojën, ti fole ti, e kupton? Njëjtën gjë po të na pyesësh edhe në çunave, është njëjta gjë, stereotipet gjinore, stereotipet e sekseve në Shqipëri. Shko flasim për shumicën nëse po shumicën e shohim për ditë, nuk është nevoja të bëjmë studi, është nevoja të bëhet studime, nuk e di pse sociologët shqiptar, profesorët dhe ata që studiojnë nuk e di pse s'kan bërë akoma studime për realitetin shqiptar. Domethënë se bota ku t'i gjente këto rastet tona për të kryer studime dhe për të parë çfarë po ndodh realisht me shoqërinë tonë. Sigurisht edhe fakulteti jonë i shkencave sociale nuk e bën këtë gjë, ose e bën, nuk e reklamojnë dhe ne nuk e dim. I don't know that. Do të paktën deri më sot unë s'kam hasur studime të mirëfillta, po është bërë një realitet shumë i vështirë. Domethënë është shumë qef thjesht në 20-tat e tua, po nuk është edhe ai qef. Kur është fundi që ke dalë date? U bë ca kohë. Sa muaj? Do shta një 2 muaj, 3 muaj, u bë goxha kohë. Po. Sepse tu nuk ekziston koncepti i date-it. Ka një gjë tjetër, ka dhe një problem shumë të madh, domethënë që e para punës unë dua në krah një person që ka një reputacion të mirë, më kupton? Okej. Reputacion të mirë thua karrierë të mirë apo të gëzoj mendim pozitiv të mirë të njerëzit? Si individ, domethënë not a loser, o zemra. Not a loser në këtë koncept, e kupton, një njerëz që ka nivelo, që nxjerr qime nga qulli. Unë e kuptoj që unë mund të kem një perceptim, ndoshta jo këtë perceptim të njerëzit, e kupton, po unë e di çfarë vlerash kam si individ dhe pres që ky personi ta kuptoj që, okay, ky është perceptimi, po unë jam Renea dhe më një mua, më kupton? Tani nëse ky e pranon këtë është gjë tjetër, po është shumë e vështirë të gjesh një person me nivel. Dhe këtu ka një problem tjetër, që edhe nëse unë them, okay, se unë kam dalë me njerëz që mund të kenë pasur një perceptim shumë të keq nga publiku, dhe kam thënë, okay, po dal një date dhe po e shoh se si dihet. Ka rezultuar ashtu apo? Kjo është ideja që këtu me çfarë më ke dhënë me këtë gotën. Po, edhe mirë që e pive ti. Kam frikë. Këtu është ideja unë komplet tusi aty. A di që është tusi? Duhet informohesh dhe për drogat. Po, e di çfarë është, e di se më ka thënë një shoqja ime këngëtare që është tusa apo tusi. Tusa më. Tusi. E ka provuar në Kolumbi ajo? Nuk e di, në Amerikë thon tusi. A në Kolumbi thon tusa? Maybe. Edhe
kanë, do me thënë, përgjithsisht këtu atë sipërfaqe që ke, ajo je. Po. Me çka kanë vënë re. Unë zgjedh ta anashkaloj sepse në Amerikë ndodh që ti mund të kesh një sipërfaqe, ti mund të vishësh komplet si barbon. Po ndërkohë Dhe je komplet tjetër që, kupton, njerëzit janë shumë divers, kurse këtu si të shfaqesh kështu, ashtu janë. je, dhe ti thua vjen një pikë që thua, okay, edhe të dalësh në një date, për shembull dalu në date me ty e zëm, dy një veta të më shohin, thonë kjo e ka ngrënë. Po. Se është edhe ky halli. Jo, po edhe sigur mos thonë gjë, fakti që ke 2000 sy që të shohin, është siklet më vete. Sigurisht. S'ke ku të shkosh. Edhe të shkosh në të bubit, të duket vetja kështu sikur Ku të shkosh në fark në këto? Po, të duket edhe vetja kështu që asë duat fshiem si sikur bon ai pislik ti, e kupton? Po. Edhe jo, po në momentin që lë datin diku larg, sigurisht që ai boti perceptimi vetë është që ti do patjetër happy ending funditës. Kjo, ose thot kush e di me sa del, ose ka frikë të dali se kush e di çfarë interesi ka. Me thënë janë shumë gjëra, e kupton, domethënë ky është halli, po që unë jam shumë me idenë jo vetëm për dates ose kështu thjesht në përgjithësi, jam me idenë që gjërat vinë në momentin e dur, përputhen, sinkronizohen, siç të ti domethënë edhe për çfarë si e ke hallin ti. Kështu thoj edhe unë po. Se kur po rregullohet. Po ç'është për të rregullohet? Kjo pjesë. A the vjen në momentin e dur, po presim momentin e dur. Mirë, atë po e ne pas 12 vitesh prapë këtu. Puna është po totalisht. Pas 12 years later prapë këtu. Kështu të prit. Kjo që është më e rëndësishme, se shumica e perceptimit për marrëdhëniet është shumë egoiste, sidomos sot. Shto këtu dhe presionin social, domethënë që ti si vajzë duhet kesh ti 2-3-4 gjëra në raport me një djalë, ashtu si ne çuna duhet kemi 1-2-3-4 gjëra. Pra, ne për shembull ne çunat mësojmë gjithë jetën që do jemi provider. Po, a kemi edhe në nevojat tona emocionale? Normal. Po, shoqëria jonë të mëson që ti si çun nuk ke nevoja providing, duhet jesh vetëm provider, dhe ti si gozë duhet presësh dikë të provide ju. Kur ndërkohë si njeri normalisht je edhe provider, ke nevojë edhe për providing, se ty të duhet dikush, ashtu sikur se ti jep siguri, jep ngrohtësi, jep të gjitha gjërat partneres ose partnerit, edhe ai duhet të japi ty mbrapsht. Normale. Më kupton? Po, marrëdhënie. Sigurisht, edhe po ky është këtu nis problemi, duke pasur këtë perceptimin social që shoqëria të ka mësuar ty, ti xha paragjykon veten, thua jam gati, s'jam gati. Ose po pres të blej makinën e fundit, blej një makinë të mirë, ose të filloj një punë të mirë që unë përballoj që ta paguaj vetëm unë çdo date të mundshëm që ne dalim, që duhet të jesh financiarisht capable. Se të thuash që paguaj një herë tjetër është almost del datein e parë, pastaj datein e dytë. S'del më. Pra, janë ca gjëra që po është një budallik i madh, sepse këtu tani nuk do jenë të gjithë me super lek. Jo, çështja është pse duhet ta çosh. Domethënë, kur ti pëlqen dikë, unë të pëlqej ty, pse duhet rrit tani unë të mendoj kush i paguan date, ato plak të pëlqej ty, unë duhet rrit të mendoj kohën që duhet shpenzoj me ty, duhet fare fatura, unë duhet ajo koha që unë duhet kaloj me ty, po nëse unë shkëte fatura, unë s'kam kohë pastaj të mendoj për afeksionin e të dyve. Më kupton? Kështu janë ca gjëra që ne me bisedat që bëhen lart e poshtë, që si mendon ti kush duhet paguaj? Që kur këto biseda bëhen biseda në Amerikë, të shbërë ndonjëherë ty temp, e ke dëgjuar ndonjëherë temp bisede në media apo kështu, who pays the bill? Po bëhet kaq masive sa në Tiranë? Shiko, këtu nuk është se bëhet si tem kush duhet paguaj, këtu është duhet paguaj mashkulli dhe pikë. Në Amerikë diskutohet perspektiva individuale e secilit, se si mendojnë ata që duhet jetë për ata. Po, ti për shembull nuk e parë te Ellen DeGeneres apo Jimmy Kimmel apo te The View, të diskutohet kjo lloj teme. Se ke parë? Unë se kam vënë ku i kam parë. Se ke parë? Mi s'po them muhabete tavoline se unë mund të të pyes ty, domethënë biseda shoqërore. Po më them biseda të ngritura që supozohet të jenë biseda mediatike apo në mbledhje shumë të mëdha me njerëz që diskutojnë kush paguan, kush duhet paguajë në fund të takimit. Po ka dhe një gjë tjetër që për shembull këtu përgjithsisht gocat nuk kanë punë, duan dikë të provide. Edhe thonë ato do paguaj ky se unë s'kam. Mirë se këto marrëdhënie unë nuk i paragjykoj, për sa kohë të dyja palët janë okay.
Pra, nëse kjo goca është okay që me faktin që ky djali duhet t'i paguaj gjitha dhe kjo duhet të japi ca gjërat e veta, dhe nga ana tjetër ky djali është okay që kjo goca vetëm të japi dhe ai të paguaj, dhe për sa kohë këta të dy me njëri tjetrin janë okay. Shiko, duhet I'm të okay. bëhet fair transaction. Po në momentin, do me thënë, ta shqiptoja po thu merret vesh kjo fair transaction. Shqipëroja. Një transaksion. Transaksion. I drejt. Si shqiptarët kanë frikë nga fjala trans. Çfarë do të gjej që i vën brapa, kanë frikë. Transaksion i drejt. Dhe nëse ti e shef një mashkull nga lekët, ai do të shojë ty nga bytha. Qartë. U bë shumë i drejt, ama mos prit më shumë. Jo, po këtu është Kur fair. ai thot mbyllë gojën, mos më fol me gojë se nuk kam nerva më çave karin se ta bëjnë, e kupton? Kur ti ofrohesh në atë lloj mënyre dhe ai si plas byta se s'ka respekt ai për ty, duroje. Kupton? Se vet po e fut veten në atë pozitë. Problemi është që këto kujtojnë se fusha me lule janë lekët. Do të thënë janë rritur, ky është problemi që nuk është, këto nuk din, do të thënë unë për shembull kam qenë isha kur rria te Eltoni ndita 1-2 muaj se iku mami, iku Eltoni, duhet i mbaja qend ku di unë, dhe Eltoni ka shtëpinë në kat të hy. Të 450 Manhattan. Dhe ishte një moment aty që unë thash, domethënë nga që isha dissociated, isha dhe duke kisha punë, domethënë, po isha shumë vetëm, ndërkohë që ishte super pamje, super luks, domethënë të gjitha, dhe unë kisha kështu të dhjefsha mu në luks. Unë s'kam i tekë rob, i kam në të bubit për të shku të pi kafe. Po pra, është çështja sa, domethënë sa i gatshëm je ti për të pranuar kushtet, është një lloj kontrate kjo. Është si puna e martesave me blesëri që janë bërë në Shqipëri historikisht që njerëzit çuditërisht harrojnë. Pra, çfarë ndodhte? Vinte djali nga emigrimi, familja i gjente një nuse, nusja ishte okay që të rrinte në shtëpi, se nuk familja vet nuk kishte dhënë as shkolla as gjë për të punuar. Shkonte në shtëpi, merrte vetëm me fëmijët, ai paguante lekët, sigurisht ai kishte një dashnore që bënte qefet e veta, se tani liritë seksuale diku do i shfrynte, se parisht se njerëzit e mohojnë, po do vi një pikë që të gjitha dëshirat që ti ke që ti mund t'i surpresosh në X mosh, Y mosh, do vi një Z mosh që ti do e shpërthesh diku, plak. Se është e pamundur, e thot, e ka thënë natyra se s'është po e shpikim ne apo janë teori liberale whatever. Do të thënë është natyra e tillë. Dhe ai vazhdonte me një dashnore, 2 dashnore të tjera, gruaja vazhdon dhe gruaja e dinte, shumica e grave e din. Dhe nuk është puna, okay. Se është çështja e asaj kontratës. Që kam është kjo, që këto gocat kur bëjnë ose çunat ose njerëzit në përgjithësi thon, unë them, do lidhem me Andin. Andi ka 1 2 3 4, ama ka këto, po do mungojnë këto gjërat e tjera. Këto nuk i bëjnë llogarit, po futen në këtë mes. Po pse i mungon kjo? Jo, do të janë, okay, ka këtë gjën dhe nuk ka asnjë pasojë kjo gjëja. Dhe pastaj ngecen aty se nuk din asnjë gjë tjetër, nuk bëjnë asnjë farë lloj llogarie, se ti okay, nëse ti thua unë dua këtë për lek, edhe thua e mbaj edhe çfarën e atij se kam problem se kështu jam rritur unë, e kupton? Okej, unë jam shumë në rregull, vazhdo ti bëj ti e ke të qartë çfarë do dhe çfarë pranon edhe çfarë mban, e kupton? Po se di kur ti shkon aty si pyk, thua do më japi lek ky, jeta është më e bukur, s'ka jetë më të bukur, mua kjo më shqetëson, e kupton që këto goca po marrin ca vendime idiote, nuk kanë fare kushti udhëzoj fare zero, që ti thotë më ti po ja fut kot, po ti japi një këshill që bën sens, jo po ja fut kot ti se je prostitut. Po. Kupton? Të ketë një shpjegim që pse po ja fut kot. Është një problem për të dyja, është një problem për të dyja sekset, edhe për siç është për vajzat, është edhe për ata çunat që paguajnë në fund ditës. Po, shiko, unë te kjo tema jam pak unë personalisht jam rritur, më thënë që nga mashkulli i parë deri te fundit jam mësuar që kam paguar. Kupton, nuk kam qenë në pozitë, kam pagu kafet ose një drek ose kështu. Po them që po në 90% të rasteve kam paguar ata. Tash unë jam mësuar me këtë është tjetër gjë kur ai është willing do vetë, se unë për shembull me shumicën e shoqërisë time dua shumë të paguaj unë. Po nuk ndihemi detyruar, po dua ta bëj. Po jo, e kuptoj. Për dalë me kafe bashkë, nuk është fare, po është problem kur ti domethënë duhet ta bësh, se duhet. Po, e kuptoj. Unë më shumë do isha me idenë që do doja ta dija që mundet, po se sa ai bën, po. Kupton? Më thën, kjo është ajo imja, por se kam parë një intervistë që sigurisht kanë kryqëzuar njerëzit që thoya që ai duhet të çojë në restorante të shtrenjta 2 herë në muaj.
That's fine. Po shiko se përkthehet shumë keq. Unë thash nëse unë iki një herë në Vet, restorant të shtrenjtë në javë, këtë duhet jetë i aftë të më çoj mua 2 herë. Po edhe po të mos e thoja këtë pjesën e parë, është okay që ti të kesh 1, 2, 3, 4, 5 pritshmëri për partnerin tënd. Është shumë fajn. Pra, nëse unë për shembull punoj, jam njëri i suksesshëm, bëj një shumë me 6 shifra në fund të muajit, është e pamundur që unë të kem dikë në krah që bën që fiton 300.000 lekë në muaj. Por nuk është puna aty, puna është edhe të rri. Jo, po është e pamundur. Jo, shiko, mund të kem këto gjëra që them, mund të ndodhë që të merrem me dikë që edhe s'ka ishim s'ka pasur kokër leku, vitin e parë që ne kemi qenë bashkë s'kishte lekë për kafe, kupton, mos plas byta fare. Ama kur ti rritesh, ti fillon kupton që shiko, ti ke 1, 2, 3, 4, 5 vlera karakteriale. Ti ke 1, 2, 3, 4, 5 vlera shoqërore, ke edhe 5 gjëra tjera ke ca detyri, dhe pastaj ti takon një mashkull, që ky mashkulli në një shoqëri të vjerë nuk po bën lek, dhe ky tër vlerat e tij bazohen nga kjo shoqëria, dhe problemi nuk është te lekët, problemi është që ky sa herë takon ty ndihet inferior. Ti tani nuk mund të rish me një mashkull që ndihet inferior. Sigurisht. Se pastaj bëhet një grumbull i madh. Unë dola me njërin, do dalim tha nga tetori gjeti, do dalim tha bëjmë xhiro me makinë tha, dhe unë me shaka, domethënë nuk e kisha fare me ndonjë gjë, thashë po pse do rrim makinë thash si fakira, e kupton? Ndërkohë që se kisha fare këtë problem, thjesht whatever. Thjesht atë si batut. Ai zemra e mori personale, si e thuti këtë fjalë fakira, tha, kupton? Tani kjo më tregon që ti je kompleksuar, ndihesh inferior. Çka ka fjala fakir? Kupton? Po ditës. Po. Po nisë problemet e romancave në Shqipëri unë mendoj që s'do mbarojnë asnjëherë. Sepse e gjitha nis te supresimi i ndjesive tyre seksuale në funditës. Pra, e disa çuna keq që thon për shembull që unë me gruan time s'do bëj kurrë seks oral se gruas jo. Nuk e do i bësh o plak. Shiko, unë kam edhe aludimet e mia që ti po s'bëre seks oral, mund t'jesh edhe të kesh një orientim tjetër. Jo, ai mund bëj marrëdhënie seksuale, po seks oral nuk do të bëj, se i quan turp. O plak. Do thënë, shiko, për këto kategori pastaj do punë të vështirë shumë ti ndërgjej soshe. Po i ke shumë. Ashtu siç ke vajzat që refuzojnë për shembull që me dashurin që ata e kanë projektuar si burrin e tyre, nuk fantazirat e tyre zgjedhin të mos i bëjnë. Kupton? Janë supresime të dëshirave të tyre seksuale që lindin sigurisht, e para lindin nga familja, e dyta lindin nga shoqëria, e treta lindin nga arsimimi i tyre, e katërta lindin nga edukimi i tyre, pastaj nga marrëdhëniet e tyre shoqërore që kanë me shoqërinë në tërësi apo edhe me njerëz të tjerë të caktuar me grupin e punës, që i bëjnë të supresojnë ndoshta dëshirat e tyre apo ndjesitë e tyre, jo detyrimisht vetëm seksuale, po romantike, emocionale, psikologjike, të tjera. Dhe vjen një pikë që ti sa meshkuj ke sot për shembull që mund të kenë qenë të lidhur, po nga ana tjetër dalin edhe kanë paralelisht marrëdhënie me djem. Pafund. Që janë biseksual po thua? Po. Po ke unë se disa janë. Grinderi është një nga aplikacionet më të përdorura. Kush e përdor o plak? Se ti jo. Kush e përdor? Dikush e përdor? Po. Unë mendoj që thellë kjo mund të jetë kështu një gjë shumë e çmendur për ata në Shqipëri, po thellë të gjithë njerëzit janë pak bim, kupton? Po këtë nuk po e thua ti nga mendja jote, këtë e ka thënë Freudi dhe kjo është Po manjë që unë nuk është se një festaj të lexuar të madhe, unë bazohem nga eksperiencat që kam kaluar në jetë. Kam dhe një mama që di artikulon dhe më flet. Unë jam shumë dakord për shembull. Unë jam shumë dakord me këtë teori. Çdo njeri lind biseksual. Po, në një moment përsa kohë ti ke të dyja hormonet. Ke të dyja kromozonet, se thash hormonet. Dhe mënyra se si ti rritesh, mënyra se si familja jote të mëson, mënyra se si rrethi i ngushtë familjar të mëson, prandaj çunat mëson të luajnë me makina dhe të veshin rroba me ngjyrë blu, gocat me kukulla, me fustane dhe me ngjyrën roz. Pra, mënyra se si ti mësohesh fillon që ti të eksplorosh më shumë
këtë anë tënden. Edhe kjo pjesa tjetër mbetet se ka njerëz që e kanë provuar të shkojnë dhe me çuna dhe me goca, ka çuna për shembull që kanë provuar të shkojnë me çuna dhe me goca, nuk i ka pëlqyer me çuna, edhe kanë zgjedhur të qëndrojnë me marrëdhëniet e tyre me goca, ashtu si gocat mund ta kenë provuar për shembull që të shkojnë me çunat dhe nga ana me gocat edhe të mos e pëlqejnë. Domethënë, fakti që për shembull studimet tregojnë që kategoria më e preferuar e vajzave e pornos është janë lesbiket. Po, shumë e vërtet. Vlen, po unë nuk mendoj se kjo është një tendencë. Fakti, zemra, Ndoshta. Më fal. Shiko, I love men, Jo, po, është tregues. Fakti që ti shef X kategori është tregues i dëshirave të tua, qoftë dhe në subconsciencë. Shiko, unë Prandaj është shqetësuese sot për shembull ngrihet shqetësimi i pornostarëve që duken si fëmijë, të vegjël, si adoleshent. Më kjo më duket idiotësi. Jo, e kuptoj, domethënë po thjesht më duket idiotësi pëlqimi. Këto teenagers ose që janë kështu petit, sepse në subconsciencë është ideja e një fëmije, pra ty të eksiton. Po, je një pedofil, po. Faleminderit. E kuptoj. Domethënë nuk është teoria ime, është, po them. Jo, e kuptoj. Pra, edhe është e pamundur që ti për shembull, ti si vajzë apo unë si çun të shohim kategori porno homoseksuale dhe themi jo, s'kemi asnjë lloj, po fakti që ta ngref. Sorry për shprehjen. Po. Domethënë të shohësh persona të njëjtës gjini të kryer marrëdhënie seksuale, bie që ke një tërheqje. There's a reason. Po, nuk do e kategorizoja si kjo është tërheqja ime, domethënë. Sigurisht, sepse seksualiteti është fluid. Kjo mund të jetë edhe një, për shembull, mua personalisht më duket shumë më sensuale femrat në kryer marrëdhënie se kur i shes, se sa të shohësh një mashkull, bam bum. Çka kategori është shef ti zemra, që pas ke parë kështu, bam bum. Direkt hardcore, po ke edhe amateur, shif. Filloi e butë me rend alfabetik, me A, B. Tani, po fleti? Jo. A ti po shijon biseda? Nëse ti hiqet sa mos. Një orë ka vajt, Okej, të bëj një pyetje kështu mbyll se unë nuk kisha gjithë ato pyetje, Jo, po ti bëj pyetjet edhe priti pastaj hiq ç'a duash. Se nuk kam qejf ti hiq. Hiq zemra, po se do mund dalin ndoshta më të bukura këto tjera, ç'ke? Po pse, more. Okej, kam një pyetje kështu personale. Qyqa, Si fakti që unë për shembull nuk kam kam interes të lexoj, por nuk kam nerva të lexoj. Çfarë këshillë do më jepi ti mua? Unë. Po fillo duke lexuar gjën që ti ke më shumë interes për të lexuar. Për shembull, më thuaj një çështje që ti je shumë i interesuar. Shiko, unë shoh përgjithsisht është psikologjia, aty kam të këto. Më thuaj një çështje që ti intrigon ose do shumë të dish për shembull. Se unë për shembull aktualisht po lexoj një libër të dy është një pediatre amerikane dhe një psikolog amerikan që që kanë bërë një libër për sa i përket në shqip është thuhet për gjinis. Domethënë, çfarë është gjinia, ku ndryshon nga seksi, çfarë janë transgjinor, duke qenë se sot në botë është debati i transgjinorëve dhe fëmijëve transgjinor, a ka apo jo s'ka fëmijë. Dhe këtë gjë për shembull, kjo gjë më intrigonte dhe isha në librari dhe e pash të librin dhe e mora dhe po e lexoj. Edhe unë zakonisht e humb vëmendjen për toj pastaj. Jo, unë po e fillova vëmendja nuk më humb. Problemi është që nuk Këshilla e vetme për ty është fillo lexo atë gjën që t'intereson, jo gjë që s'ke interes. Se s'ke interes për shembull për Shakespeare, dhe sigurisht që s'do e kapësh librin me dorë. Jo, Shakespeare, jo, po për shembull, kam marrë disa libra, kam interes, derisa i bleva, kam interes ta lexoj atë temë, kupton? Po ulo. Thjesht më duket sikur për shembull, hap një podcast, shoh shumë podcaste të huaja. Po, organizo kohën. Diary of a CEO, për shembull, nëse e ke dëgjuar në. Po për shembull para se të fle për shembull, para se të fik dritën, fik telefonin, të kthehem nga qeni. Filloj lexoj, mund të lexoj 2 faqe, 2 faqe, 2 okay. 3 faqe, 10 faqe, 20 faqe, mund ta mbaroj librin. Whatever, it depends, varet edhe nga kërkesa e ditës edhe sa e lodhur. Po. Okay, e vlen. Find time. Çfarë është nga historitë më të shkëndura që ti e di të faktuar për një influencer? Diçka ose një person të famshëm, diçka që e ke ose se ke postuar. Nëse do mund të përmendosh një emër, nëse unë s'para postoj për histori kështu personale, se mendoj që historitë personale ka një arsye pse janë personale dhe jo publike. Po ka shumë. Po një pa thënë emër për shembull, thjesht më thuaj një histori. Për shembull që po. Ja, për shembull që njëra X-i është ndarë nga Y-i, po nga ana tjetër ka një marrëdhënie kind of
booty call ose kështu friends with one benefit me një benefit pse me Y-in, me Y-in ose me Z-ën, call it whatever. Shkojnë bëjnë seks Po bashkë. bëjnë seks, po piqem t'jem kështu, bëjnë seks bashkë, po ndërkohë ai është shoku atij. Ishit. Ky shkon dhe me ishin. Jo, ishi është burr moj. A thash mos ishte ky Jo. Well, what's so crazy about this? Të shkosh me ish gruan e shokut? What's crazy about it? Të shkosh me ish gruan e shokut. Po si ri gjatë shumë zemra, nuk ma kapi truri, ku po dilje. Okay, that is Jo, crazy. domethënë këtu vetëm një është i njohur, tjerët sërse janë shumë të njohur, po. Okay. Mendon që të lidhin njerëzit me punën më shumë se sa ty me individ? Sigurisht që po. Sigurisht që po, njerëzit me të ngjumën çdo gjë. Okej, ti kind of çdo gjë po. Të mërzit kjo gjë apo se? Po, më mërzit. Më mërzit se është ajo që thash për më mërzit. Domethënë më shumë macaram, pastaj qetësohem. Po. Se njerëzit duan, ta thash, anglisht i thonë they wanna put you in a box. Po. Duan të fusin aty dhe ti s'ke pse bën asgjë tjetër, du të rish aty. Po ndërkohë ti, ajo ku ti atri e vogël. Domethënë, është ajo që thash, që mua të bërit meme apo të bërit content në Instagram apo të bërit vetëm gazetari showbizit më duket pak e vogël si gjë për mua. Ndërkohë që un mund të bëj edhe gjëra tjera ose mund të flas edhe për gjëra tjera. Domethënë, edhe jo detyrimisht që ajo gjëja që them unë mund të jetë e gjitha gabim, kupton se okej, mund të bëj edhe unë gabime se askush s'është i pagabushëm, kupton, dikujt i pëlqen, po. Domethënë, po e kam një çik problem këtë presupozimin që ti duhet bësh vetëm këtë gjë. Kush e tha që unë duhet bëj vetëm këtë gjë? Domethënë kush e tha që Renea duhet bëj vetëm këtë podcastin dhe s'mund të bëj një program shumë më të madh për shkak. Po. E kuptoj. Kjo është ajo gjëja që më mërzit ndoshta pak nga njerëzit në vlerësime më shumë. Po. Paragjykimi me në vlerësim. Mendoj që bazohen edhe nga vetja e tyre, është ajo tjetra që të projektojnë ty tek të tjerët, po. Sipërfaqen siç e kanë përgjithsisht ashtu janë edhe siç janë vetë të marrin edhe ty që ti bën komente, edhe aq je, më kupton? Jep. A ka njerëz për cilët ti vendos mos të komentosh? Pse? Nëse do të japësh emra, mund të japësh. Po, domethënë ka njerëz që unë zgjedh të mos komentoj. Për shembull, ka zot. Domethënë për Luizin dhe Kiarën. Domethënë zgjedh të mos komentoj, e para se për mua personalisht nuk kanë interes, mund bëj vetëm ndonjë koment të shkurtër randomly, domethënë nga 7300 postime në vit, vetëm 2 mund të jenë për ato 2. Dhe për gjë që për gjë që është bërë xha e madhe, kupton, jo që e nisun. Se s'dua se njerëzit, domethënë janë aq brainwashed, kanë qenë aq brainwashed, domethënë sa e postoj një herë, ngele duke postuar plak, nga 7300 postime vetëm 2 janë. Po. Domethënë po ka dalë kudo me çmendë për lop shtëpi pa lidhje fare. Po siç ka dhe njerëz tjerë që unë zgjedh të mos komentoj për shkakun se s'dua. Domethënë jo se s'dua ti ja po në vëmendje se s'vlen fare që po thjesht s'dua. Kanë interes për mua, nuk kanë interes për mua, po. Ketë ndonjëherë mua ti s'pjet asnjëherë mua. Për çfarë? Për të komentuar për kështu? Ose në video. Video tua po kështu për meme po jo që të kam thënë po kjo kështu. Po mendim se çka komentimi do bëj, po. Po çfarë do komentojmë për ty? Jo, ti është. Jo, edhe këto deklaratat e tua të diella, jo. Që bëhesh e virale, jo. E di që kam rënë një herë pre catfishing. Tell me. Po flisja me njërin dhe si ishte ashtu si në foto. Ishte kështu. Ishte njëri apo? Jo, 80% po. Edhe e di kush ishte e bukura? Që unë kisha gjithkohës një kështu ndjesi brenda, që thoja se kur ta shifin foto ishte super yll, domethënë, muhabeti super vaj. She's so into me, domethënë isha. Po. Telebingo. Po kisha ndërkohë thoja, doja ta takoja dhe kisha gjë kështu që thoshte për brenda që s'donte ta takon. E ke parasysh kur ti lë kafe me dikë dhe thotë, kështu të ka rënë qielli në tokë, ndërkohë fundit të thjesht takim është. Video call? Po. Po gjithmonë duhet ta bësh këtë gjë në zemër. Po ndërkohë kishte çuar foto dhe video më përpara. Okay. Po. Po kanë qenë me filtra. Po.
Është shumë i shokuar. Një veti ndoshta mund ta quaj karakteriale të mamit dhe babit tënd negative. Një se di, mami që ka qenë shumë overprotective, shumë controlling, dhe babi që ka qenë komplet e kundërta. Okej. Do të thënë, Ke pasur dy dimensione. zonë të kundërta, po. Po një gjë shumë pozitive për të dy. E di që do e shohin këtë se ta gjë një orë. Tash që vajtëm nga fundi në për të parë. Pikërisht. Kam pozitive, po pse duhet i themi? S'kemi shkuar akoma në atë aspekt të terapisë sa për Pozitive tash i di sharracën se stash më thuaj trauma. Bëj shaka, jo, ka gjëra. Po për mami sigurisht që ka pafund, kupton. Një. Më thuaj një për të dy. Që është e kuptueshme tashmë. E kuptueshme? Domethënë understanding. Se shiko se unë bëj dhe kam edhe një profesion që familja ime, rreth i ngushtë familjar nuk është mësuar, se s'kam pasur ndonjëherë gazetar në fis, domethënë ose një të medias, domethënë nuk është se Ti nga i ke shtëpisë me origjinë? Tiranca. Okej, që je kështu. Okej. Kështu çfarë? Puro, si i Po, thonë. 24 karat zemra, ne bëjmë be vetëm në Artiola Toska. Okej. Nuk bëjmë be kështu për zotin, kështu për Artiola Toskën bëjmë. Kur dalësh me në Tirancë, Okej. di si ta fitosh zemrën. Të mirë jeni, se të shin. Ja, jemi të mirë. Varet nga zona për nga vim, po jemi të mirë, jemi qytetar. Jemi qytetar. Me vërtet. Qytetar. Jo të gjithë. Jeni ca që jeni koktrash, jeni Tash zemra jo raca hibride, po them puro, jo raca hibride. Po. Okej, dua dy këshilla për mbyllje. Okay. Një Po e shijova këtë. po ishte shumë e këndshme. Shumë nice. Po se na ecën në muhabetin, e llaka. Po, shqyqyrës më pyete çfarë ndodhi me Iglin dhe Gjest. Jo, s'më intereson zero. Great, super. Kam opinionet e mia mbi këtë gjë. Një këshill për një person që do donte të bënte të njëjtën gjë Si unë? do të thënë të njëjtën fushë karriere dhe një këshill në përgjithësi për njerëzit. Shiko, e kam të vështirë për t'i dhënë një këshill dikujt që do të nisit një jetën karrierë si unë, se Shikoj kamerën, lutem. po, jo, po se s'po ja, po jap një shpjegimin ty dhe pastaj t'jap këshillën. Është sepse ka disa personazhe të medias, gazetar që kanë dalë nga matriksi i medias. Matriksi i medias unë quaj që ti nis punë në media, punon në X televizion, X program televiziv, për shembull, punon 8-4 për një program, ndoshta një herë në javë ose disa herë në javë, merr një pagesë që sigurisht nuk mjafton për asgjë dhe kaq. Ky është pak a shumë shumica e gazetarëve këtë lloj pune ose dyron të bëjnë disa programe që të kenë mundësi të përballojnë pastaj shpenzimet. Po ka për shembull njerëz të medias si Olti Curri për shembull, si Eraldo Rexho, si Fatma ose Aulona për shembull, që kanë gjetur mënyra se si të ndërtojnë një karrierë të vetmen, media, pak rrjete sociale, pak kështu, pak ashtu, edhe nuk janë pjesë e që shkojnë shumica. Dhe ndoshta kjo është këshilla që kam unë për gjithë të rinj që përpiqen të krijojnë rrugën e vet, pra karrierën e vet ose quajeni në terma ekonomik brandin e vet. Pra të mos jenë the next Andi Vrapi apo the next Rene apo the next Mario ku dëgjon, po të jenë të ndërtojnë emrin e tyre, pra që të mos thushë se ka gazetar si filani Fisteku. Jo, është Fisteku ose filani. Do të thënë po thua mund të të marrin si inspirim, po mos të duan të kenë të njëjtat hapa si Po, domethënë se njerëzit do i referohen si Andi 2, Andi 3. Po. Krijoni rrugën tuaj, edhe pse në fillim mund duket shumë demoralizuese, sigurisht kam pas, edhe mua më kam pushuar nga puna. E kam bërë ndoshta punën, jo e kam bërë, po e kam bërë punën më mirë se ata që kisha lart. Edhe nga ana tjetër më pushua nga puna pse e bëja punën më mirë. Sigurisht në media do keni plot nga këto. Po brylat janë luks, zemra po kështu tau. Se brylat janë luks, po. Dhe një këshill për njerëzën përgjithësi, thjesht. Se di, unë mendoj që e vetmja gjë që mendoj që mund ta shpëtoj këtë vend është empatia. Po. Qofse do ta përkufizoja me një fjalë, është empatia. Kështu që jeni empatik. Pse do thuash ti empatia? Sepse ne përveç se jemi shumë egoist, po unë rigjykoj për shembull gjithkohë se Renen, po nuk e di pse Renea sillet ashtu. Nuk e marr parasysh që Renea mund sillet ashtu për shkak të
historikut vetë familjes, mund cilë ashtu sa ashtu i ka marrë jeta. Pra ti jem pak mirë kuptues, ti jem empatik, jo vetëm për ne, por për çdo gjë që ndodh. Sigurisht unë s'po them të jemi empatik për Edi Ramën, që wow, aty ka rënë halli dhe prandaj bën këtë gjë. Po them për duke nisur që nga komshiu jon. Të mirë kuptosh njerëz, Po, se nga vinë. për shembull, jam trafik për shembull dhe është njëri që i bie në fillim fare dhe unë isha kështu, domethënë, o loqe si bit, a e shef që sa është hap, ta fus marshin. Pastaj po thash, pa le si e ka hallin ai boti. Po, se kam mendjen fare. Dhe duke u treguar empatik e disa sherre ose debate do Ore i hiq stresin i vitonin. Edhe vetes. Po, Edhe vetes. po, shumë vërtet. Të jemi Si me empatik. gjërat personale. Këtë do thoja unë, edhe pse në ditët e sotme të qenurit empatik, aka woke, siç i thon amerikanët, është kthyer kështu si term pejorativ. Po unë vazhdoj besoj që të qenurit empatik shpëtojnë jetë njerëzish. I agree. Now do I give you a kiss on the forehead? On the forehead? Do të më puthesh mua? Oh. Unë dhe syri, syri tret. Okay, Ne da bëjmë dhe një pjesë dytë pas ca kohësh. Po, normal. Me se do m'gelem në herë, kështu pa njëri dhe manti. Po, me që sa herë duash. Se ne kemi për çfarë me fol. O daku, po, se nuk e mora vesh pse e bëra këtë. Ideja është që e mbyllëm, A doni të ndroni planin E ju? mbyllëm podcastin kaq që ishte, mirëpafshim. E ndërkohë ka harruar me shtyprek. Imagine. Apo s'ka qenë një podcast super mega i gjatë.